Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në një tjetër episod të emisionit Rinj për të rinjt në RTSH Korça. Një hapësirë ku të rinjt flasin, dajnë përvoja dhe frymëzojnë njëri tjetrin përmes historive reale të suksesit. Sot do të flasim për ekipin Korça Atletike që ka arritur të përmbyllë me sukses dy kampionate të rëndësishme kombëtare, në Tiranë po ashtu dhe në Shkodër, duke u përballur me konkurrencë të fortë dhe duke treguar nivel të lartë të përgatitjes si në grup moshën U13 po ashtu dhe në grup moshën U16. Këta të rinj jo vetëm që kanë përfaqësuar denjësisht ekipin e tyre, por kanë dhe një mesazh se e ardhmja e sportit shqiptar është në duar të sigurta. Dhe pikërisht për të folur për këtë temë, jemi në studio me brezin e ri të kampionëve. Konkretisht në studion paralele kemi disa vajza nga ekipi U13, më falni. Përshëndetje vajza. Mirë se erdhët vajza. Fillimisht na u prezantoni pak, si quheni ju? Unë quhem Naemi Cika. Unë quhem Maria Çapa. Unë quhem Antea Robo. Vajza, si ishte përvoja juaj në kampionatin e Tiranë? A ishte emocionuara para garës? Po, unë isha shumë emocionuar, por kur kam hedhur topin edhe vorteksin, kisha pak emocione. Unë kam patur emocione kur garova në garën 100 metra edhe 300 metra. Unë kisha shumë emocione kur bëra garën 50 metra. Vajza, si u ndjet ju kur duhet të garonit me kaq shumë fëmijë nga i gjithë vendi? Unë u gëzova shumë, po dhe unë përzita pak. Unë u ndjeva mirë. Unë kisha pak frikë se mos më mundnin. A kishte ndonjë moment gjatë garës ku mendua se nuk do t'ja dilnin ban? Po. Çfarë momenti ishte ai për shembull? Unë isha që të mos më kalonin më shumë se ato që kam hedhur, Po. edhe të mos më kalonin numrin më shumë. Unë nuk diva asgjë. Unë kisha frikë se mos bënja faul kur fillova garën. Po kur mbaroi gara, si u ndjet ju në atë moment? Unë ndjeva shumë e kënaqshme. Unë u ndjeva pak e emocionuar dhe e lodhur. Edhe unë isha e gëzuar. Vajza, para se të futeshit në pistë, çfarë ju tha trajneri? Si ju motivoi juve që të dilnit sa më mirë? Tham që dua që të fitoni. Mua më tha që kujdese mos dalësh nga vija. Mua më tha që mos e lër garën në mes. Vajza, si stërviteni ju? Sa kohë në ditë stërviteni? Cili është ushtrimi më i vështirë për ju? Ushtrimi më i vështirë është kur vrapojmë ose kur bëjmë ndonjë gjë tjetër. Ne stërvitemi 2 orë në ditë dhe nuk janë ushtrime të vështira ato që ne bëjmë. Ne stërvitemi 2 orë në ditë, në të gjitha ditët e javës, edhe të gjitha ushtrimet janë të thjeshta. Nuk ka ndonjë ushtrim shumë të vështirë. Do me thënë ju stërviteni kaq shumë që të jeni të përgatitura për të gjitha kampionatet që të fitoni. Po. Vajza, çfarë ju pëlqen më shumë tek atletika? Mua më pëlqen më shumë vrapimi. Dhe mua më pëlqen më shumë vrapi. Edhe mua, vrapi më pëlqen më shumë. A mendoni se atletika ju ndihmon ju që edhe në shkollë të jeni më të disiplinuara, më të përqendruara në mësime? Po, unë kështu mendoj. Unë mendoj po. Edhe unë po. Si ndjen prindrit tuaj që ju merreni me këtë sport? Çfarë thon ata? Ata thonë që jemi më shumë, që të mos na vemi në këmbët, që të vrapojmë edhe më shumë. Mua më thonë prindrit që të vrapojmë aq më shumë, që të marrim rezultate të mira. Mua më thonë prindrit që të vrapojmë shumë, edhe që të bëhemi më të shpejtë. Po para se të fillojë ndonjë gara, ndjeni frikë ju edhe si e kaloni këto emocione në fillim? Unë kisha pak emocione kur para se të niseshim garën,
Po pasaj e çlirova veten edhe nuk isha më frikë. Dhe unë nuk kisha emocione, kisha frikë, sepse mos ma kalonin ato të tjerat edhe unë humbja. Edhe unë kisha frikë se mos më mundin ato të Tiranës. Vajza, a do të doni të përmirësoni diçka të vetja si sportiste? Të rregulloni diçka që mbase nuk ju pëlqen? Po, Për shembull, çfarë doje të rregulloje? unë doja të rregulloja vrapimin dhe disa gjëra të vrapimit. Unë nuk kam asgjë për të rregulluar sepse janë mirë në të tëra garat. Unë dua që të jem pak më e shpejtë. Po brenda ekipit me shokët shoqet si keni marrëdhëniet ju? A shkoni mirë bashk? Po, shumë mirë. Ne me të gjithë shokët dhe shoqet shkojmë shumë mirë. Me të gjithë shokët edhe shoqet shkojmë shumë mirë. Vajza, juve ju pëlqen më shumë të fitoni apo thjesht të merrni pjesë dhe të mësoni në sport? Të marrim pjesë dhe të mësojmë. Të marrim pjesë, por dhe të fitojmë. Të marrim pjesë dhe të mësojmë. Vajza, cila është ëndra juaj në sport? A ndëroni që një ditë të bëheni sportiste profesioniste dhe ta vazhdoni këtë pasion tuaj? Po, Po, do dëshiroja shumë që ta vazhdoja profesionin tim. po. Vajza, ju falenderojmë Ju shumë dhe ju urojmë suksese shumë në suksese kampionatet të e reja. tjera. Do të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe do të rikthehemi në studio këtë radhë me ekipin U16 të atletikës. Na ndiqni. Miq, jemi rikthyer në studio këtu tek Të Rinjt për të rinjt dhe këtë radhë jemi me ekipin U16. Përshëndetje Djema. Përshëndetje. Fillimisht na prezantoni pak një nga një. Unë quhem Ore Sulioti. Unë quhem Sotir Çapo. Unë quhem Sanas Mitace. Unë quhem Devi Mançi. Unë quhem Anteo Lika. E unë quhem Kristian Sulioti. Djema, si ishte përvoja juaj në kampionatin në Tiranë dhe si ndiheshit juve? A ishit emocionuar para garës? Po, kishim shumë emocione sepse ishte era jonë e parë në U16, si dhe kishim shumë presion nga ekipet kundërshtare. Për mua nuk kisha shumë emocione, pasi nuk ishte era ime e parë, por kisha pak në fillim të garës sepse kundërshtarat ishin shumë të fortë dhe duhet të kapnim një rezultat shumë të mirë. Unë kisha pak emocione si fillim, por konkurenca ishte shumë e fortë. Më pas fillova ta sfidoja veten time dhe dola shumë mirë, dola kampion në gjyle dhe në disk. Po edhe unë kisha emocione në fillim të garës, normal që nuk ishte edhe gara ime e parë dhe dola kënaqshëm. Edhe kjo ishte era ime e parë, unë kisha shumë emocione në fillim të garës sepse mendonja se do dilja i fundit, por jo dola i parë. A kishte ndonjë moment gjatë garës që ju menduat se nuk doja ndilni të pan? Djali i fundit e tha në fakt që nuk priste që të dilte në vendin e parë, po për ju të tjerët si ishte? Po, unë pash që kisha shumë konkurrencë, pash që ata ishin pak më të mëdhenj se mua dhe mora guximin e dola. Edhe për mua ishte një lëvizje shumë e rrezikshme, sepse konkurenca ishte tepër e madhe, por që me mirë dhe me shpirt na arritëm dhe zum vendin e parë. Gjithashtu dhe për mua ishte shumë e vështirë, pasi kishte atlet më të mëdhenj se mua, por nuk u dorëzova deri në fund dhe përfundova garën. Djema, çfarë i tha trajneri para se të futeshit në pistë? Si ju motivoi? Ne trajneri na tha që mos kemi frikë, ne duhet ta sfidojmë veten tonë, të japim maksimumin për të kapur rezultate të larta. Sa kohë stërviteshit ju gjatë javës dhe cilat janë disa nga ato ushtrimet që ju i konsideroni si më të vështira për të praktikuar? Ne stërvitemi nga e hëna deri në ditën e shtunë, 2 orë gjysmë në ditë dhe disa nga ushtrimet më të vështira janë hedhja e shtizës metalike, e cila ka një teknik mjaft të vështirë, Po. dhe ajo duhet të ngulet dhe duhet ta hedhësh sa më larg.
Një nga ushtrimet më të vështira është kur ne bëjmë distanca të gjata, si për shembull 400 dhe të tjera, sepse ato të lodhin shumë edhe kur vetë që në fund të garës nuk dihen dot dhe këmbët. Edhe unë në një mendim me shokun që stërvitja më e vështirë janë sprintet e gjata. Edhe unë të njëjtin mendim kam se sprintet e gjata të lodhin shumë, sidomos 400 metrës. Të njëjtin mendim dhe unë ju bashkangjitem shokëve, sprintet e gjata janë shumë të vështira dhe duhet t'i mbarojmë deri në fund që të marrim një rezultat sa më të mirë. Dima, çfarë ju pëlqen më shumë nga atletika? Mua më shumë nga atletika më pëlqen sepse atje mund të bësh shumë lloj ushtrimesh të ndryshme dhe të veçanta. Gjithashtu ne mund të arrijmë dhe të bëjmë trupin e ëndrave tona, si dhe mund të marrim shpejtësinë e ëndrave tona. Dhe ne, në fundit, ne mund të dalim kampion. Mua më pëlqen më shumë të atletika që është një sport i cili nuk është vetëm për të shtyrë kohën, por edhe për të dhënë rezultate dhe kaq. Mua më pëlqen sepse është një sport që kërkon disiplinë dhe përkushtim. Unë mundohem të stërvitem shumë për garat e radhës dhe për stërvitjen që ta mbaroj deri në fund, ta zhvilloj. A mendon se kjo disiplinë që ju mëson atletika ju ndihmon ju edhe në shkollë? Po, normal, ajo na ndihmon shumë neve, sidomos në sportet e tjera, si për shembull futbolli, basketbolli dhe të tjera. Atletika na ndihmon shumë dhe në shkollë, sepse në sportet që bëjmë në shkollë, që kryen shkolla, ne kemi më shumë shpejtësi, më shumë rezistencë në sportet që kryen ajo. Edhe unë mendoj se atletika është një sport shumë i rëndësishëm, sepse disiplina është gjëja e parë dhe më kryesore kudo. Dhe unë bashkangjitem mendimit të shokëve që atletika të forcon në çdo lloj sporti, si qoftë basketbolli, futbolli e të tjerë. Si ka reaguar prindit tuaj që ju angazhoheni me këtë sport? Prindrit e mi kanë reaguar shumë mirë sepse pëlqen që djali i tyre të merret me sport. Prindrit e mi ishin shumë të kënaqur me rezultatet time dhe ata më thonin që unë të vazhdoj akoma dhe të dal dikush në jetë. Prindrit e mi janë shumë krenar për mua, sepse unë kam nisur të arrij golet e jetës time dhe po dal gjithmonë i pari në përgara. Gjithashtu dhe për mua, prindrit e mi janë shumë krenar që unë mund të bëhem dikush në jetë dhe ma kanë rekomanduar këtë sport që i vogël dhe për këtë arsye kam nisur këtë sport dhe dua ta vazhdoj deri në fund. Gjithashtu dhe prindrit tim janë shumë krenar për mua që kam arritur këto suksese në këtë sport. Unë merrem me sportin e boksit, por nuk kisha ndërmend fare të futesha në atletik, ndërsa u fut vllai tim, prindrit e mi po më thoshin që të futesha dhe unë për të shtuar rezistencën për boks. Dhe unë më pas mendova që do jetë një eksperiencë e bukur dhe do më ndihmoj dhe për sportin e boksit. Çfarë do donit ju që të përmirësoni tek vetja si sportist? Unë do doja të përmirësonja shpejtësinë time dhe trupin tim. Gjithashtu dhe unë. Unë do doja të përmirësoja kohët. Gjithashtu dhe unë doja të përmirësoj kohët e garave time. Unë do doja të përmirësoja shpejtësinë time dhe hedhjet e gjërave të ndryshme, si për shembull hedhjen e shtizës, ta hidhnja akoma më lart, duke thyer rekorde kombëtare. Gjithashtu dhe unë dua të përmirësoj kohën dhe akoma të bëhem më i shpejt. Çfarë ju pëlqen më shumë, të fitoni apo thjesht të merrni pjesë dhe të mësoni në sport? Po, ne na pëlqen normalisht që të fitojmë, sepse ku ka ndjesë më të mirë se fitoria. Dhe mua më pëlqen shumë fitoria, sepse është një ndjesi e shkëlqyer, si dhe më pëlqen shumë edhe pjesëmarrja, sepse nga gabimet ne gjithmonë mësojmë. Po. Mua më pëlqen më shumë fitoria. Mua më pëlqen më shumë fitoria dhe përmirësimi. Dua të përmirësojmë sa më shumë, sepse sa më shumë gara ne të bëjmë, aq më shumë përmirësim ne fitojmë. Po. Djema, si ndryshon eksperienca juaj në krahasim me vitet e mëparshme kur keni marrë pjesë? Eksperienca jonë ka ndryshuar, do me thënë që në fillimet tona ne nuk kemi qenë në një nivel që jemi tani, kemi qenë më të ngadaltë, kohët kanë qenë më të këqija se që kemi tani dhe jemi përmirësuar me kalimin e viteve që jemi marrë me këtë sport.
Në fillim kishim më shumë emocione dhe kishim edhe kohë më të këqija, ndërsa tani emocionet kanë rënë pak edhe kohët kanë rënë. Në fillim kemi qenë pak të dobët, por me kalimin e kohës, nga gabimet tona dhe nga shpjegimi i mirë i profesorit se si ne mund t'i kryejmë ushtrimet e tona sakt, ne i kemi mësuar dhe i bëjmë ato për bukurie. Ne jemi përmirësuar shumë që kur jemi futur me mbështetjen e profesorit dhe prindërve tanë dhe do arrim akoma dhe të bëhemi edhe më të shpejt. Unë personalisht, unë kam ndryshuar shumë mënyrën e vrapit, më shtuar më shumë rezistenca dhe kam më shumë vrap. Çfarë strategjie përdorni gjatë garës për të dhënë maksimumin tuaj në sport? Po ajo varet në distancat që bën, sepse si për shembull në 100 ti duhet ta nisësh fort dhe duhet ta mbarosh fort, kurse në 300 duhet ta nisësh me ngadalë dhe pastaj ta përfundosh fort. Po. Unë para garës mendoj gjithmonë që stërvitin që kam kaluar për të erdhur deri këtu dhe mendoj se duhet fitoj gjithmonë. Unë gjithmonë gjatë garës kam menduar sakrificat të cilat i bëjmë prindrit e mi që unë kam arritur këtu dhe jap forcë me mish dhe me shpirt. Unë gjithmonë jam përpikur që t'jap maksimumin në çdo garë të mundshme dhe që të marr një rezultat sa më të mirë. Unë ato momente unë sfidoj veten time dhe mendoj për të gjithë kohën që kam bërë stërvitje për të arritur deri aty dhe nuk e lejoj dot që dikush tjetër të ma marrë mua atë. A ka ndonjë moment nga gara që ju ka mbetur më tepër në mendje? Po më ka mbetur në 300 ku dhash kohën time më të mire dhe lash disa veta mbrapa. Kurse mua më kam mbetur në mendje kur kam hedhur gjyle, disk, si dhe kam bërë 50 metrosh, ku kam bërë rekordet e mia të reja dhe kam arritur gjën që kam dashur. Momenti që nuk e harroj në gara është kur theva rekordin tim personal në 100 metrësh. Momentet që nuk harroj në gara janë kur kam thyer rekordin tim në 100 dhe në 300 metra. Gjithashtu dhe momentet e mia më të bukura janë gara e 100 që kapa një kohë shumë të mirë. Unë mendoja që do ta humbisja garën, por unë thjesht po mendoja për që ata personat e tjerë ishin shumë të rritur dhe mendoja që do humbisja, por falë stërvitjes time të fuqishme, unë arrita të dilja kampion. Çuna si e menaxhoni ju gjithë presionin për të qenë më të mirët? Sepse ne menaxhojmë shumë mirë kohën, sepse ne e bëjmë stërvitjen të bollshme dhe bëjmë 6 ditë në javë. Ne menaxhojmë kohën falë shpjegimeve që na jep profesori tonë në stërvitje dhe kujtojmë të gjitha ato që kemi bërë në stërvitje dhe ne ja dalim. Ne menaxhojmë kohën me ato që na ka thënë profesori dhe duke u stërvitur shumë, mendojmë që mund të fitojmë gjithmonë. Gjithashtu dhe unë të njëjtin mendim si shokët, menaxhojmë kohën siç na i thot profesori dhe mendojmë që të fitojmë në çdo lloj gare. Edhe unë kujtoj stërvitjen time të fortë që kam bërë gjatë gjithë vitit. Gjithashtu dhe unë mendoj si shokët. Sa rëndësi ka për ju rezultati në krahasim me performancën personale? Pra, ka më shumë rëndësi për ju që të dilni në vendin e parë, të fitoni një kampionat, apo thjesht të shikoni progresin që ju keni përfituar tek vetja juaj, të krahasoni veten tuaj ndoshta në një kampionat të mëparshëm dhe të shihni se sa shumë jeni përmirësuar. Cilën nga këto vlerësoni më shumë? Unë më shumë vlerësoj progresin. Edhe unë gjithashtu. Dhe unë gjithashtu. Unë i vlerësoj që të dy. Unë më shumë vlerësoj progresin që kam arritur deri tani. Dhe unë progresin që kam arritur deri tani, pra stërvitja 6 ditë në javë dhe 2 orë gjysmë në ditë. Dima, cilat janë disa nga sakrificat që keni bërë juve për të arritur në këtë nivel që jeni sot? Nga sakrificat tona është që ne nuk dilnim me shokët në ato ore dhe nuk shkonim me prindrit, me familje në vende të ndryshme dhe duhet të stërviteshim për ditë. Sakrificat që kam bërë unë janë se kam një kohë më të shkurtër për të bërë mësimet e mia, si dhe kam një kohë më të shkurtër për të dalë me shokët e mi, si dhe me familjen. Sakrificat e mia që kam bërë për të garë kanë qenë që nuk dilja shumë me shokët, ato orë që dilja me ata e bëja në stërvitje. Gjithashtu dhe për mua nuk dilja me shokët,
mësimet i lja për 1 orë më të vonë dhe kjo më ndikon të keq për në shkollë, por gjithsesi e gjeta kohën dhe arrita këtu ku jam tani. Sakrifica ime që kam bërë për këtë sport është që jam stërvitur ekstra, kam filluar që mos dal me shokët, po i jap më shumë përkushtim stërvitjes dhe shkollës dhe nuk jam më një djalë që po merrem me gjërat e moshës, nëse më kuptoni, për shembull janë probleme si shere, gjërat të ndryshme të tilla. Edhe sakrifica ime është koha që kam harxuar në këtë sport, koha ime e lirë. Gjatë kohës që ju jeni marrë me këtë sport, a ka patur ndonjë moment zhgënjimi? Po ka patur kur unë nuk dola dashmi në U16 dhe po mendoja që ta linja, po pastaj prindrit e profesori më thanë që të vazhdoj akoma dhe ja dola dhe po vazhdoj akoma. Normale të gjithë kemi një pjesë dëshpërimi kur nuk marrim një rezultat shumë të mirë dhe në ato momente dëshpërohemi, por nuk duhet të bëjmë këtë gjë, duhet të ngrem kokën përpara dhe sa më shumë forcë vetes tonë. Po ka patur kur në stërvitje nuk i bëj distancat në kohën që më thot profesori. Çfarë rutine të caktuar keni para garave? Pra do thënë, a keni një rutinë të caktuar apo thjesht bëni një rutinë çfarë do lloj? Ne para garave fillojmë të stërvitemi shumë, por ditët e fundit kur mund të jenë 2 ditë para garave ne fillojmë të bëjmë gjëra të lehta që mos të rëndohemi shumë. Gjithashtu profesori merr më shumë kohë me ne duke na shpjeguar më mirë teknikat e garave, si dhe ai na i përmend gjithmonë para garave që ne nëse jemi duke vrapuar, nëse e kalojmë vjen është faull dhe gara jon do jetë kot. Para gara profesori na tregon ushtrimet që do kryejmë në garë dhe ne i mësojmë ato që i bëjmë sa më mirë në garë, mos bëjmë asnjë gabim. Ne para garës thjesht bëjmë një nxemje sa për të ngrohur muskujt dhe të tëra dhe që të jemi dhe mirë në garë. Ne një javë para gara fillojmë një javë rikuperuese, ku rikuperohemi dhe përgatitemi për garë. Djema, si e shihni të ardhmen tuaj në atletik? A mendoni se do jetë thjesht një hobi apo mund ta ktheni edhe në një profesion? Unë e shikoj veten si një sportist në të ardhmen, shikoj si një sportist shumë të zoti, si në sportin e atletikës, por edhe në sportin e boksit. Edhe unë mendoj veten si një sportist në disa vjet që do thyej rekorde botërore dhe shumë gjëra të tjera. Gjithashtu dhe unë mendoj veten si një sportist i cili do bëhet dikush i mirë dhe mendoj që me sa më shumë rezultate të mira. Edhe unë mendoj veten time në të ardhmen si një sportist i atletikës. Dhe unë mendoj veten në të ardhmen një sportist shumë i mirë i atletikës, duke bërë krenar dhe shtetin tim pra Shqipërinë, siç e ka bërë Luiza Keka. Edhe unë në të ardhmen do bëhem një atlet shumë i mirë dhe do marr pjesë në garët olimpike në botë. Pra të gjithë duan të bëhen sportista. A ndini përgjithësi që jeni shembull për më të vegjël të ekipit? Po normale, sepse të gjithë duhet të marrin zemër nga ne dhe të futen të gjithë në atletik dhe të japin maksimumin e tyre. Të vegjëlit duhet të marrin më shumë këshilla nga ne, sepse ne jemi më të mëdhenj se ata të kryejnë ato që bëjmë ne, ata mund të arrijnë gjë më të madhe në jetë. Të vegjëlit mendoj se duhet të na dëgjojnë ne si dhe profesorin dhe nuk duhet ta marrin këtë sport me qef, po duhet ta marrin me seriozitet. Gjithashtu dhe unë të njëjtin mendim kam që ata duhet të na dëgjojnë, të marrin këshilla nga ne dhe që të bëjnë dhe të përmirësohen më shumë. Unë mendoj që fëmijët dhe moshatarët tanë duhet të merren me patjetër me një sport dhe të na dëgjojnë ne për të ardhmen e tyre dhe të punojnë shumë për të bërë diçka në jetë. Dhe pikërisht, çfarë do të këshillonit sportistëve më të rinj që sapo kanë filluar të merren me sport? Të punojnë fort dhe të mundohen për të dalë kampion në jetë dhe për të bërë diçka më tej. Të punojnë shumë fort dhe kur mos dorëzohen. Të punojnë, vetëm të punojnë. Një këshillë ime për fëmijët më të vegjël që sapo e kanë nisur këtë sport është se asnjë nuk duhet të dorëzohen, edhe nëse kundërshtari mund të jetë më i madh ose më i vogël se ata, çdo gjë është e mundshme. Shumë faleminderit Djema që ishi sot me ne dhe ne urojmë shumë suksese në kampionatet e tjera. Shumë suksese Djema. Shumë faleminderit. Respekt.
Miq, ishim me sportistët e grup moshës U16 dhe do të rikthehemi më vonë në studio. Na ndiqni. Miq, jemi rikthyer në studio tashmë me dy vajza sportiste të grup moshës U16 që janë në studio paralele. Përshëndetje vajza, si jeni? Dhe Përshëndetje. Përshëndetje. Si fillim, mund të prezantoheni pak? Unë jam Alkeda Sane. Unë jam Kësa Jorgji. Vajza, më tregoni pak, si ka filluar pasioni juaj për sportin? Profesora Olgirta na jep dhe mësim në shkollën ku jemi ne dhe më ka marrë në stërvitje dhe kështu ka filluar rrugtimi im para 3 vitesh. Edhe unë gjithashtu. Vajza, si ishte përvoja juaj në kampionat? A ishit emocionuara para garës? Në fillim kisha pak emocione se mund të mendoja që nuk mund t'ja dilja, por që me stërvitjen që kemi bërë, normal që e arrita dhe dola e para. Unë nuk kam aq emocione, por vetëm para se të nis gara kam pak. Si e përjetuat momentin kur përfundoi gara juaj? Unë isha shumë e gëzuar pasi kisha arritur një rezultat shumë të mirë, dhe pse jo mos arja se kishim bërë një stërvitje shumë të lodhshme. Edhe unë ndjehem e kënaqur me ato kohë që kam zënë. Çfarë ju tha, si motivoi trajneri juaj para se të futeshit në pistë? Profesori gjithmonë domethënë na motivon duke thënë se jeni ju në garë dhe ju do dilni. Gjithmonë normal kemi bërë dhe stërvitje dhe normal që ka qenë e merituar. Po. Që gjithmonë na ka thënë që vazhdoni, jepini përpara dhe thjesht zini një rezultat dhe mos keni frikë dhe emocione. Po, edhe para se të nisim garën, vetëm të mos kemi shumë emocione, edhe po të nisemi kështu dhe të mos zem fal, që të mos kualifikohemi. Si është organizuar stërvitja juaj gjatë javës? Pra sa orë i kushtoni stërvitjes, cilat janë disa prej ushtrimeve që ju i konsideroni si më të vështira për ju? Stërvitjen ne zhvillojmë çdo ditë përveç të dielës, 2 orë në javë. Stërvitjen e bëjmë nga ana deri të shtunë, 2 orë çdo ditë. A keni ndonjë ushtrim që ju duket pak më i vështirë se ushtrimet e tjera? Jo, të gjitha ushtrimet janë të thjeshta, gjithmonë keni kaluar me sukses. Po. Kurse unë kam pak më të vështirë këtë hedhjen e shtizës, se duhet është edhe si ere parë që e bëj, por vetëm duhet të mësoj taktikën si duhet ta bëj dhe pastaj e bëj. Çfarë ju pëlqen më shumë tek atletika? Unë merrem gjithmonë me sprintet e gjata dhe gjithmonë stërvitem me këto dhe jam shumë mirë dhe më pëlqen goxha. Ma më pëlqejnë këto sprintet e shkurtra dhe më pëlqen shumë stërvitja që na bën profesorja dhe më bën shumë më tërheq shumë. Si ju ka ndihmuar sporti që të jeni më të disiplinuara në shkollë? Sporti gjithmonë ndihmon në çdo vend, gjithmonë të bën një person më të edukuar, të ndihmon në shumë gjëra të tjera. Kaq. Edhe unë i mbështet këtë mendimin në shoqes. Po si reagon familja juaj duke konsideruar faktin që ju jeni të angazhuara me sportin? Prindrit e mi janë shumë dakord, më kanë mbështetur që në momentin e parë që kam hyrë dhe gjithmonë më duan me fitore. Edhe mua gjithashtu, prindrit e mi janë shumë krenar për mua, që sa kam nisur deri tani më kanë mbështetur në çdo moment. A keni diçka që do të doni ta përmirësoni tek vetja si sportistë? Unë do doja shumë të përmirësoja startin, sepse nuk e kam aq mirë. Kurse unë doja të përmirësoja pak kohët që kam zënë. Si është marrëdhënia juaj mes ekipit, sepse besoj se edhe kjo është diçka e rëndësishme. Është e rëndësishme harmonia në ekip për të ushtruar dhe për të përfituar edhe për veten sa më shumë. Po, ne shkojmë shumë mirë në stërvitje, normal që nuk duhet të konfliktohemi ose po që shkojmë shumë mirë. Po, dhe ne shkojmë shumë mirë gjithmonë. A keni pasur ndonjë konflikt mes ekipit? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Çfarë ju pëlqen më shumë, të fitoni apo thjesht të merrni pjesë dhe të mësoni nëpër gara? Sigurisht që të dyja, se normal që edhe duhet të mësojmë edhe të përmirësojmë kohët, por pse jo dhe të fitojmë. Edhe unë gjithashtu të dyja. Si mendoni se ndryshon eksperienca juaj në krahasim me vitet ose me herët e mëparshme kur ju keni marrë pjesë në gara dhe konkurse të tilla?
Ka një ndryshim shumë të madh, pasi në fillim nuk kemi bërë dhe shumë stërvitje sepse ishin hapat e para. Po. Por deri tani jemi shumë mirë. Po, që sa kemi hyrë, kemi qenë pak më ngadalë, por deri tani kemi arritur shumë kohë të mira. Cilat janë disa nga strategjitë që ju përdorni më shumë për t'i dhënë maksimumin tuaj gjatë garës? Gjithmonë duhet të kesh vetbesim në vete, Po. dhe thjesht të japësh më të mirën. Po, kemi gjithmonë besim të vetja, por dhe jo shumë emocione. A ka ndonjë moment nga gara që ju ka mbetur më tepër në memorien tuaj? Në fund kur mbarova garën e 300-shit, nuk e prisja shumë që të dilja e para dhe ishte një emocion shumë i madh. Për 100-shin që dola me një kohë të mirë. Si e menaxhoni ju vajza gjithë atë presionin për të qenë ndër më të mirat? Gjithmonë duhet të kesh vetbesim dhe të thuash jam unë dhe unë do dal gjithmonë. Po, dhe unë ashtu mendoj. Sa rëndësi ka për ju rezultati krahasuar me performancën tuaj? Pra, a shihni më të rëndësishme thjesht që ju të dilni në vendin e parë të një kampionati ose të një gare, apo vlerësoni më shumë faktin që nëse e riktheni shikimin pas në kohë dhe shihni që ju jeni përmirësuar shumë si individ në performancën tuaj? Sigurisht janë të dyja shumë të rëndësishme. Normal që duhet të kesh dhe përmirësimin nga momenti i parë, se nëse se nuk ke një përmirësim, sigurisht që nuk do kesh asnjë vend të parë. Po, edhe unë kështu them, po edhe përmirësimi mirë është që të zëm kohë sa më të mira dhe akoma më të mira. Vajza, a e menaxhoni kohën tuaj për të qenë edhe në shkollë, në kursa apo edhe në aktivitete të tjera, dhe si e menaxhoni? Sigurisht, dita jonë është shumë e ngarkuar pasi ne stërvitemi në mëngjes sepse kemi shkollën pas dite. Mund të dalim nga ora 9 deri në 11 dhe më pas shkojmë në shkollë. Po, dhe unë. A ju është dashur që të bëni ndonjë sakrificë për t'i kushtuar më shumë rëndësi dhe kohë sportit tuaj? Sigurisht, sporti do kohën e vet, duhet të stërvitesh më shumë, që t'japësh maksimumin tënd edhe në gara. Edhe unë them që t'japi maksimum dhe të bëjmë më të mirën tonë. Si ka ndikuar sporti në jetën tuaj sociale, po edhe po ashtu dhe jetën shkollore? Shumë mirë. Në shkollë normal që ndikon shumë mirë sepse të ndihmon dhe për aktivitetet e ndryshme që zhvillohen. Por edhe në që bëjmë më shumë kështu aktivitete edhe na ndihmojnë në për aktivitete që bëjmë në shkollë e shumë gjëra të tjera. A keni pasur ndonjë moment zhgënjimi dhe si e keni kaluar ju ata? Jo, nuk ka pasur një moment zhgënjimi, normal që do kesh dhe ulje në stërvitje, varet nga momenti se si je, por jo se ka pasur diçka shumë të keqe. Po. Edhe unë ashtu jam në një mendim. Çfarë ju motivon ju që të vazhdoni edhe kur ndjeni të lodhura? Thjesht që të dalim, të fitojmë dhe pse jo mos bëhemi një nga sportistët që ka thyer rekordin dhe në botë. Po, dhe po të dalin sportistët të mira mund të marrin pjesë për gara të tjera në olimpiada e shumë të tjera. Vajza, çfarë rutine keni juve para garave? A keni një rutinë të caktuar? Po, gjithmonë bëjmë nxemjen e garës. Domethënë, nisim thjesht të bëjmë vrapjen e lehtë, disa ushtrime sa për të nxehur dhe të jemi gati për garë. Po, na këtë rikuperimin e kemi mirë. Po. Të nxemje para garëve e bëjmë që të jemi tamam për gara, që të mos jemi kështu keq. Si e shihni të ardhmen tuaj në raport me sportin? A mendoni se do të mbetet thjesht një hobi apo keni dëshira që ndoshta pse jo ta ktheni dhe në një profesion një ditë? Unë mendoj se në të ardhmen do bëhem një sportiste dhe jo ta lë si një hobi. Edhe unë them që ta vazhdoj sportin nga fillimi deri në fund që të bëhem sportiste profesionale. A ndjeni përgjithësi që jeni shembull për më të vegjëlt e ekipit? Normal që të vegjëlit duhet i këshillojmë për disa gjëra, por jo që të themi jemi ne dhe duhet të mësoni gjithmonë nga këto që themi ne dhe të bëni gjithçka që themi ne. Po, dhe ti mësojmë, do me thënë që sa futen këto të vegjëlit, që ti mësojmë çfarë bëjnë, çfarë duhet të bëjnë, do një gjë kështu të vogël, që të dhe ata të mësojnë.
çfarë mesazhi ose këshille do të kishit qoftë për sportistët e rinj që sapo kanë filluar të merren me sport, por ndoshta edhe për të rinjt që ende nuk janë futur kësaj rruge, por që e kanë dëshirë në të ardhmen. Çfarë mesazhi keni për ta? Të veçlit që kanë nisur të bëjnë stërvitje, të vazhdojnë të bëjnë stërvitje shumë të fortë dhe pse jo mos dalin dikush në jetë, ndërsa ata që nuk kanë nisur akoma, të nisin sepse sporti është shumë i rëndësishëm, jo vetëm atletika, por çdo sport tjetër. Unë them që të bëjnë maksimum dhe të mos dorëzohen kur. Ju falenderojmë shumë vajza dhe ju urojmë shumë suksese në të gjitha kampionatet. Mund të bëjmë një përshëndetje për profesorët? Po, patjetër. Falenderojmë shumë profesoren që na kanë ndihmuar dhe na ka mësuar shumë për stërvitjen, gjithashtu dhe profesorët që na kanë qëndruar pranë gjithmonë. Edhe unë i them shumë faleminderit që na kanë mbështetur nga fillimi deri në fund. Edhe kaq. Shumë faleminderit vajza. Faleminderit ju. Faleminderit. Miq, kemi mbërritur kështu në fund të këtij episodi tek të rinjt për të rinjt. Në fund të këtij takimi të veçantë, mbetet e rëndësishme për të kuptuar se suksesi nuk është thjesht një rezultat në tabel, por është një rrugtim i ndërtuar me shumë përkushtim, punë dhe dashuri për atë që bën. Të rinjt e Korça Atletike na kujtuan sot se pas çdo gare qëndron një histori përpjekjeje dhe pas çdo rezultati fshihen orë të gjata stërvitjeje dhe përkushtimi. Dhe pas çdo suksesi qëndron një ekip që beson tek vetja dhe tek njëri tjetri. Këta fëmijë dhe të rinj janë më shumë se sportistë. Ata janë shembull për bashkëmoshatarët e tyre dhe një arsye më shumë për të besuar se ardhmja mund të ndërtohet mbi vlera të forta si disiplina, respekti apo dhe puna në ekip. Faleminderit shumë të ftuarve tanë për këtë bisedë të sinqertë dhe frymëzuese. Si juve që na ndoqët këtë pasdite, shumë faleminderit. Bashkë mirë takofshim në episodin e radhës.